Bora Zemani ishte e ftuara më e komentuar e puntatës së fundit të Gocave Gra, ku gjatë intervistës u prek një prej temave më të përfolura të ditëve të fundit, lajmet për ndarjen e saj me Donald Veshajn. Moderatorja, e qetë dhe e buzëqeshur, u shpreh se kishte parë vetë titujt që po qarkullonin nëpër portale dhe se kishte mbetur e habitur nga mënyra se si ishte shtruar historia. Ajo tregoi se lajmet për ndarje janë kthyer prej kohësh në një lloj rutine mediatike, por këtë herë disa portale e egzageruan situatën duke e paraqitur si fakt. Bora sqaroi se askush nga gazetarët nuk i kishte kontaktuar për të konfirmuar diçka të tillë, gjë që tregon se shpesh thashethemet krijohen vetëm për klikime e jo për të informuar publikun. Në studio u krijua një atmosferë ngrohtë teksa Bora qeshi me ironi dhe tha se ndarja e tyre ekziston vetëm në portale dhe jo në realitet. Ajo ishte e prerë kur u shpreh se nuk ka pasur asnjë konflikt, asnjë ftohje dhe asnjë arsye që të çonte në një ndarje të tillë, duke i quajtur spekulimet të pavërteta. Moderatorja theksoi se marrëdhënia e saj me Donaldin është shumë e qëndrueshme dhe se të dy po kalojnë një periudhë të mbushur me qetësi, mbështetje reciproke dhe projekte të reja. Sipas saj, publiku shkesharon se edhe çiftet e njohura kanë një jetë të tyre private që nuk pasqyrohet gjithmonë në rrjete sociale. Bora tregoi se ata përpiqen të mos ndikohen nga zhurma mediatike dhe se kanë mësuar të menaxhojnë vëmendjen e tepruar që i shoqërojnë. Ajo u shpreh se si çift, ata fokusohen tek pozitiva, tek familjarët dhe tek momentet e vogla që i mbajnë të lidhur më shumë se çdo koment online. Në një moment të intervistës, Bora tha se jeta e tyre është shumë më e thjeshtë nga sa mendojnë njerëzit. Ajo theksoi se ata nuk jetojnë me drama, nuk kanë konflikte të pasgjidhura dhe nuk duan të japin energji për gjëra që nuk ekzistojnë. Ne jemi shumë mirë dhe e vërteta është shumë më e bukur se thashethemet, tha ajo. Moderatorja falenderoi publikun për interesin dhe për mbështetjen që marrin si çift, ndërsa u kërkoi të mos i besojnë menjëherë çdo lajmi që qarkullon online. Ajo nënvizoi se është e pashmangshme që portalet të krijojnë histori, por është detyra e tyre si personazhe publike të ruajnë qetësinë dhe të flasin kur është e nevojshme. Në fund të intervistës, Bora la të kuptohet qartë se ajo dhe Donaldi po jetojnë një jetë të lumtur, të harmonishme dhe larg zhurmës së rreme. Ajo dha edhe një mesazh të fortë: dashuria nuk prishet nga portalet. Audienca e priti deklaratën me duar trokitje, duke mbyllur intervistën me një energji pozitive.